Transparency International ka dhënë alarmin për nivelin e korrupsionit në Shqipëri, i cili gjatë vitit 2025 ka ardhur duke u përkeqësuar. Në raportin vjetor të matjes së korrupsionit në nivel global, Shqipëria paraqitet nën mesataren globale, duke u vlerësuar me 39 pikë nga 42 që ishte në vitin 2024. Thënë ndryshe, Shqipëria në vitin 2025 është renditur në vendin e 91, duke humbur plot 11 vende me vitin 2024, kur renditej në vendin e 80. Sipas këtyre të dhënave, Shqipëria shënon përkeqësimin më të madh në rajon këtë vit. Këto të dhëna rrëzojnë propagandën e qeverisë dhe statistikat e drejtësisë për luftën e korrupsionit gjatë viteve të fundit. Indeksi vjetor tregon se numri vendeve që marrin mbi 80 pikë është të kurrur nga 12 një dekadë më parë në vetëm 5 këtë vit. CPI rendit 182 vende dhe territore sipas niveleve të perceptuara të korrupsionit në sektorin publik, në një shkallë nga 0, shumë të korruptuara, në 100, shumë të pastra. Mesatarja globale qëndron në 42 pikë nga 100 të tilla, niveli më i ulët në më shumë se një dekadë, duke sinjalizuar një trend në rënje. Pra, sipas këtyre të dhënave, Shqipëria ka rënë nën mesataren globale të nivelit të korrupsionit, duke e klasifikuar atë në një prej vendeve me nivelin më të lartë të korrupsionit edhe në rang global. Në raportin e vitit 2025, Mali Zi vlerësohet me 46 pikë, pa ndryshim nga viti 2024, Kosova me 43 pikë, një pikë më pak se një vit më parë, Serbia me 33 pikë dhe Maqedonia e Veriut me 40 pikë. Për të 8-in vit radhazi, Danimarka me rezultatin më të lartë në indeks, 89, e ndjekur nga afër edhe nga Finlanda me 88 dhe Singapori 84. Vendet me rezultatet më të ulta kanë në shumicë dërmuese, shoqëri civile të shtypura rënd dhe nivele të larta paqëndrueshmërie, si Sudani i Jugut, Somalia dhe Venezuela.